Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të fillojmë. Në fakt, leximi juaj të dashur është një rrëfim i thellë dhe i ndjeshëm për kalimin nga humbja në shpresë. Do ta quaja kështu. Shikoni, këto dy janë të kundërta njëra me tjetrën. Keni kaluar të dashur shigjetar një periudhë të vështirë kur ke ndjerë veten të bllokuar emocionalisht ose mendurisht. Jo vetëm, por këtu djalli është pasqyron, është flet për një ndjenjë robërie, ndoshta një lidhje që të ka ndalur, një varësi ose një mënyrë mendimi që ju ka torturuar të dashur shigjetar. Por 6 të ajrit tregon se ka ndodhur një ndërgjegjësim, një lëvizje për të dalë nga ajo gjendje, sikur një dëshirë për të kapërcyer këtë gjë. Një moment kur ke filluar të shohësh gjërat më qartë. Të dashur shigjetar, 5 të ujit dhe ylli është që tregon që dhimbja është akoma aty, është e tashmja, aktuale. Dhimbja është akoma aty, e pranishme. Ka akoma të ndjenjë e humbes, mund të jetë një lidhje, një mundësi, një ideal, një projekt, por ylli flet për shpresë të pastër që ka hyrë ngadalë në jetën e juaj. Po fillon të ndjesh një frymë të re. Dhe uroj që vërtet për të gjithë nëse janë në këtë gjendje të fillojnë të ndjejnë këtë gjë. Një mundësi për të besuar përsëri. Kjo letër është një letër që tregon për shërimin dhe frymëzimin, e thjesht, por shumë e fuqishme, të kujton se edhe pas një nate të gjatë, drita del dal nga dal, por absolutisht me siguri. Të dashur shigjetar, është rrota e medicinës apo shërimit të vogël, quhet kështu, dhe 3 të ujit. Shikoni me vëmendje, kjo është një ftesë për rikthim në ciklin e jetës, të ktheheni prap aty ku vërtet e meritoni. Për ta pranuar se gjithçka ka kohën e vet. Kemi vuajtur, kemi qenë të bllokuar, çfarëdo që kemi patur, çfarëdo lloj sfide në jetë që kemi patur të dashur, si thash, se dhimbja ka vendin e vetë, por edhe gëzimi. Edhe gëzimi. Kjo medicinë e vogël apo tregon se ti apo ju jeni në një pikë ku gjithçka po riformsohet për të sjellë në balans gjërat. Dhe 3 të ujit është premtimi që pas dhimbjes do të vijë absolutisht gëzimi, siç thash që është dhe në yllin këtu është shpresa, është duke ushtruar përpara jush. Çfarë mund të bëni për ta përshpejtuar këtë gjë? Mos kërko të fsheshë dhimbjen apo për ta shtypur dhimbjen, nga që nuk shërohet ashtu. Lërë të kalojnë në mënyrë natyrale, dal nga dal, pavarësisht se është akoma, e shikoj këtu. Bëj hapa të parë, çfarëdo lloji, qofshin ato drejt një aktiviteti të ri që të sjellë kënaqësi, që të mund të shërohet ajo dhimbje natyrshëm. Reflekto për atë që mësove nga ajo dhimbje. Shpeshherë kalojmë dhimbjet pa reflektuar, pa i bërë llogari, pa i analizuar. Çfarë mësova? Isha e fortë, e mbjetova, mësova që nuk duhet të jem kështu apo ashtu, nuk duhet të them kështu, nuk duhet të menaxhoj situatën në këtë mënyrë apo duhet ta bëj në atë mënyrë. Do thotë, çfarë morëm nga mësimi. Dhe lidhja me rrethin e jetës është çelësi. Absolutisht, të rilidhemi prapë në jetë. Nëse veproni kështu, ajo që humbe do të jetë vetëm një plagë. Por një tokë nga e cila rritet diçka shumë më e bukur. Nga çfarëdo që keni marrë plagë, nga çfarëdo lloj sfida apo dhimbje të dashur shigjetare, ajo është aty për t'ju dhënë
apo çfarë të keni marrë nga ajo, për t'ju dhënë më shumë se ç'keni humbur. Absolutisht gjithmonë. Faleminderit të dashur shqiptar që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka sot, e edhe herën tjetër. Bekuar qofshi.